Eliza. Kjo është një ide, një parim që i vendosur 100 sa i bie 150 vjetë për para, gati 200 vjetë nga Slajdeni dhe Shvani. Ata zbuluan se të gjithë organizmat e gjallë, kafshët, përbëhen nga qeliza. Kjo është njësia alimentare. Jo genet, jo ADN-ja. A është kjo pjesë e teorisë evolucionit të Charles Darwinit? Kjo është pjesë e teorisë Darwinit, por në kohën e tij Darwini nuk mund të bënte më tepër se sa bëri, për shkak të njohurive të gjithë neve jemi sklever të njohurive të kohës. Do më thëmë, profesor, që ti marrim me radhë se na ndjekin shumë njerëz dhe duhet jemi të qartë. Teoria, ju jeni mbështetës si teorisë Darwinit, sipas ti evolucioni, pra transformimi nga njeriu nga majmun u bë njeri. Po. Me fjalë të thjeshta. Po. Tani ju këtë teorinë mbështesni, jo teorinë e Big Bangut madh të krijuesit? Jo, unë mbështes teorinë e Darwinit, por me një kusht që teoria e Darwinit në atë kohë nuk dijeshin molekulat që përbënin qelizën. Po? Nuk dihesh as ADN-ja, as geni, Po sigurisht. as sistemi i kontrollit. Se ne si organizmi gjallë, çdo kafshë, edhe më e thjeshta, ka nevojë, ka miliarda dhe triliona e kuatriliona qeliza. Këto qeliza, nëse do të punonin të gjitha njëkohësisht dhe pavarësisht nga njëra tjetra, organizmi ynë do të humbiste shumë shpejt. Por, ne kemi sistem kontrolli që sistemi nervor, i cili mban në kontroll dhe monitoron situatën në gjithë organizmin me degëzimet e shumta që ka. Është llogaritur se sistemi nervor ka 4 triliona degëzime, të cilat i nervojnë çdo qelizë të trupit tonë. Dhe në këtë mënyrë sistemi nervor merr informacion për situatën në çdo qelizë dhe i proceson këto të dhëna që merr, domethënë sistemi nervor merr miliona e miliarda bit informacioni në çdo moment. Dhe këto bit informacioni i proceson dhe llogarit çfarë duhet bërë që trupi ynë të mbetet në një nivel që këto gjithë variablet e lëngjeve të trupit tonë, të gjakut, të limfës, edhe të qelizave vetë, të mbahen në një nivel të përhershëm. Në qoftë se prishet kjo, asnjë organizëm nuk mund të jetojë. Ne vedim, bëjmë 30 analizat gjakut, po në spital, por organizmi jonë, truri jonë, llogarit dhe mban në një nivel të palëvizur, mija variable të tilla. Jo vetëm ato. Okej, profesor, po tani ne deri në vitin 1990, pra gjatë komunizmit, kishim zyrtare dhe njohur teorinë e evolucionit të Charles Darwinit. Mas 90-s mësuam edhe teorinë teologjike, fetare, pra të krijuesit, të Big Bangut. Tani ju na ktheni përsëri mbrapa te Darwini? Po, këto teori të Big Bangut nuk kanë gjetur mbështetje shkencore. Ky është problemi me teoritë e Big Bangut. Kështu që teoria e Darwinit mbetet paradigma, i thonë këta, e vetme, e pranuar nga të gjithë e evolucionit të botës së gjallë. Në kohën e Darwinit kishim më fal.
falë në qikë. S'ka problem. Darwini, teoria Darwinit mbështetet në dy shtyllulla. Po? Thotë që organizmat e gjalla ndryshojnë, thotë Darwini, në mënyrë graduale, me ndryshime shumë të vogla, mbi të cilat, këtu fillon shtylla e dytë, vepron seleksioni natyror. Dhe ai zgjedh, zgjedh në mënyrë pozitive, si thuash, le të mbijetojnë ato organizma që kanë ndryshuar në mënyrë pozitive, dhe eliminon gjithë organizmat që kanë ndryshuar. Dhe nga brezi në brez, organizmat përmirësohen duke krijuar edhe llojet. Okej, ju besoni në Zot, profesor? Unë nuk besoj në Zot, sepse unë si shkencëtar besoj në gjëra që mund të provohen. Atëre, prandaj ju mbështesi Darwinin? Po, sepse teoria e Darwinit në shumë drejtime është mbështetur, ka gjetur mbështetje jo vetëm teorike, ka gjetur mbështetje eksperimentale dhe empirike. Po mirë, feja atëre ti e përjashton Zotin fare, ti je ateist? Jo, unë nuk përjashtoj asgjë në këtë botë, unë besoj vetëm ato që mund të provohen. Dhe ti je teist, jo ateist. Unë jam ateist, mund të me quash. Je ateist, Po, jam ateist. Po kur je shkencëtar është ateist, çdo me thënë? Kjo do të thotë që unë besoj vetëm ato që mund të provohen. Që na del nesër, është punë e së nesërmes. Ose nuk i beson ato mrekullit e Zotit që ka ndodhur në tokë? Ato s'janë për mua. Po për kë janë? Ato janë për ata që janë gati të besojnë çdo gjë. Duke mbështetur vetëm në fjalën e thënë. Tani, kjo teoria juaj është zyrtarizuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, domethënë është pranuar? Teoria ime që është një çike komplikuar për ta paraqitur këtu, nuk është zyrtarizuar sepse nuk ka asnjë zyrtarizim të një teorie. Teoria ime është botuar, të cilin unë e kam paraqitur në disa vëllime të botuar në shtëpinë botuese të botimeve akademike më të madhe të botës. Si quhet? Academic Press. Po? Në SBA. Në Shtetet e Bashkuara. Academic Press ishtë në fakt një shtëpi botuese ndërkombëtare. Po? Dhe është, si thuash, DG Elsevier Pressit, por tani këto janë konglomerate kompanish nga të shumë, dhe më ku janë pjesëmarrëse shumë vende të botës. Tani. Po, profesor, bisedën do ta përzjejmë, do ta kryqëzojmë me disa fotografi që lidhen edhe me jetën tuaj dhe kjo është Gjirokastra. Ju keni lindur në Gjirokastër, jeni nga Gjirokastra. Po. Në cilin vit keni lindur? Kam ditur 1139. 87 vjeç. Shëndet të kesh, profesor, dhe ta kalosh 100. Falemderit. Të ka marrë malli për Gjirokastrën, ja ku e ke? E shikoj, më ka marrë malli, këtu shikoj, qofse s'gaboj, kjo është fotografi e vjetër. Po e vjetër. Prefektura. Prefektura që është djegur në kohën e luftës së dytë botërore. Po? A ke ndonjë kujtim? Unë kërkoja këtu tani të shikoja gjimnazin ku kam mbaruar unë. Ja, duke orientuar ajo aty është prefektura. Duke orientuar, po prefektura duket ka mbuluar në shkollën dhe gjimnazin, po. Okej, profesor, ju keni lindur në vitin 1939, në 17 dhjetor 1939. Mbani mend ndonjë diçka nga lufta e dytë botërore, se deri te 44, 5 vjeç, 4-5 vjeç, njeriu edhe mund të fiksohen disa gjëra. Unë mbaj mend sa bombardime kur neve shkonin, strehoheshim në shtëpi që ishin etiketuar si vend mbrojtje për një numër të saktuar njerëzish. Unë mbaj mend të ushtar gjermanë, më tepër italianët. Nuk jam i sigurt të mbaj mend apo jo. Gjermanët i morën? Po.
Po si, ma, qa bën